të bashkëudhëtosh me njerëz të cilët në një moment caktuar mund të akuzohen dhe nga organet ligjzbatuese për të korruptuar, për mua patjetër që është dhimbje, në disa raste është gënjim, por nuk është shkuraim sepse për të vazhduar të rrugë, sepse që kur e kam nisur, unë e kam ditur shumë mirë që të synosh ndryshim shoqëror nuk është një gjë e lehtë. Dhe nuk është një gjë që bëhet në kafe. Duhet të zbresesh nga shkallët e amfiteatrit apo të nuk e di si quheshin të Koloseumit, si quhet ajo, se e din më mirë arkeologët, po të amfiteatrit, dhe të futesh ke sheshi atje ku dheu, gjaku, në arenë. Atje duhet me synu ndryshime. Të rish prapa televizorit, thushe, ta kështë e bë kështu Partia Socialiste, ta kështë e bë kështu Edi Rama, ta kështë e bë kështu, shu ka plot, jetë e shkallët e stadiumit, zbrit, futu në arenë, bëu me gjake, me dhe, me balte, me ku diun se qa, dil fitus, edhe vazhdo rrugën.